Apostulli i ditës. Shumë të dashurit, kjo është e dyta letër që po e shkruaj, në cilën po e mbaj zgjuar mendjen tuaj të kthjellët, duke ju drejtuar kujtesës suaj. Që të mbani mend fjalët që u thash më parë nga profetët e shenjtë dhe nga urdhrimi i vetë Zotit dhe shpëtimtarit të transmetuar nga ne apostujt. Së pari duhet të dini këtë, se në ditën e fundit do të vinë disa përqeshës, të cilët do të ecin sipas dëshirave të veta. Dhe do të thonë, ky është premtimi i ardhjes së tij, sepse që kur etrit fjetën, të gjitha gjërat mbeten në po atë gjendje si në fillim të krijimit, sepse ata me dashje haruan se nëpërmjet fjalës së Perëndis qiejt vinë në ekzistencë shumë kohë më parë, dhe se toka doli nga uji dhe u sajua nëpërmjet ujit. Për shkak të cilët bota atëshme mbulua nga uji dhe humbi, ndërsa qiejt dhe ujësotëm janë ruajtur nga njëjta fjalë për zjarrin të rezervuar për ditën e gjyqit dhe të humbjes së njerëzve të pabesë. Por shumë të dashur, mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet dhe 1000 vjet si një ditë. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, si disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Dhe dita e Zotit do të vijë si një vjellës natën, atë ditë qiejt do të shkojnë me krisëm, elementët do të shkrihen nga të nxehtit dhe veprat dhe toka që janë në të do të digjen krejt. Përderisa të gjitha këto gjëra duhet të shkatërrohen, sidomos duhet kemi një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme, duke pritur dhe shenjtëruar ardhjen e ditës së Perëndis, për shkak të së cilës qiejt marrin flak dhe do të treten dhe elementët të konsumuar nga nxehtësia do të shkrihen. Por ne, sipas premtimit të tij, presim qiejt të ri dhe toka të re, në cilën banon drejtësia. Prandaj, shumë të dashur, duke pritur këto gjëra, përpiqu të jeni përpara tij të papërlyer dhe të paqërtueshëm në paqe. Dhe keni parasysh se durimi i Zotit është në shërbim të shpëtimit, sikurse ju ka shkruar edhe vllai ynë i dashur Pavl, sipas diturisë që ju dha. Ashtu bën ai në të gjitha letrat e tij kur flet për këto gjëra. Në to ka disa gjëra të vështira për të kuptuar, të cilat të paditurit dhe të paqëndrueshmit i shtrembrojnë sikurse bëjnë me shkrimet e tjera për humbjen e tyre. Ju pra shumë të dashur, duke ditur këto gjëra, ruhuni se mos ligështoheni në qendresën tuaj të tërhequr nga gabimet e të pabesëve. Por rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, atij që o lavdia tani dhe përjetë. Amin. Të nderuar dëgjues të radios Ngjallja dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e Apostull Petros, nga letra e dytë, kapitulli 3, vargu 1 dhe në vargun 18. Në vargun 1 të kapitullit 3, Apostull Petro shkruan: Shumë të dashurit, kjo është e dyta letër që po ju shkruaj, në cilën po e mbaj zgjuar mendjen tuaj të kthjellët duke drejtuar kujtesës suaj. Apostull Petro i shkruante vazhdimisht të krishterëve dhe ne jemi duke lexuar letrën e tij të dytë, kemi dhe letrën e tretë dhe gjithçka ai e bënte për të qenë afër të krishterëve. Në pamundësi për të qenë fizikisht me ta, ai ishte me ta me anë të letrës dhe ai ishte duke bërë kështu detyrën e tij baritore, ashtu si Zoti Jezu Krisht ja caktoi: kulloti qenjat e mi, ki kujdes për delet e mia, kulloti delet e mia. Këtë bënte Apostull Petro me anë të letrave të tij. Dhe në vargun 2 na thotë që të mbani mend fjalën që u thash më parë nga profetë e shenjtë dhe nga urdhrimi i vetë Zotit dhe shpëtimtarit të transmetuar nga ne apostujt. Të krishterët duhet t'i drejtoheshin kujtesës, pra të kujtonin mësimet dhe fjalët e Apostullit Petros kur kishte qenë bashkë me ta dhe të mbani mend dhe fjalët që u thanë më parë nga profetët e shenjtë dhe nga urdhrimi i vetë Zotit dhe shpëtimtarit dhe nga vetë apostujt. Për çfarë bëhet fjalë? Në vargun 3 dhe 4 na thuhet: Së pari duhet dini këtë, se në ditën e fundit do të vinë disa përqeshës, të cilët do të ecin sipas dëshirave të veta. Dhe do të thënë: ku është premtimi i ardhes tij? Sepse që kur etrit fjetën, të gjitha gjërat mbeten në po atë gjendje si në fillim të krijimit. Pra, në këto vargje Apostull Petro na tregon se disa përqeshë, këtu janë paganët, heretikët, filluan të talleshin me të krishterët, të cilët prisin ditën e fundit. Dita e fundit është ardhja e Zotit. Dhe dita e fundit ka filluar që në momentin kur Zoti Jezu Krisht u ngjit në qiell dhe që nga ai moment të krishterët presin ardhjen
e Zotit. Ashtu siç na thuhet në Analips që të gjithë apostujt rinin me krye lart, por ëngjëlli i Zotit tha, pse shikoni lart, ashtu si ky Jesu u mor, ashtu edhe do të vi. Por ardha e Zotit vononte të vinte dhe ky është për shkak të kontekstit njerëzor ose vëzhgimit njerëzor. Prandaj edhe këta filluan të përqeshnin të krishterët duke thënë ku është premtimi i ardhes së tij. Ne dimë që vetë Zoti Krisht ka premtuar ardhin e tij dhe këtë ja ka thënë apostujve, por jo vetëm apostujt, por dhe profetët kanë paralajmëruar ardhin e Krishtit. Por siç tham, ardha e Krishtit nuk po vinte në atë kohë dhe akoma nuk ka ardhur, edhe këta pagan dhe këte heretik i përqeshnin krishterët me argumentin se jo vetëm në kohën tonë ne nuk po shohim katastrofa, siç ju keni thënë që Perëndia do vi edhe do t'i ndëshkoj mëkatarët me gjykim të tmerrshëm dhe Zoti do ndërhyjë në historinë e njerëzimit dhe do të shkatërrojë tokën dhe gjithçka mëkatare që e përmban. Por këto gjëra nuk po ndodhin dhe nuk po ndodhin as tek neve, por nuk ka ndodhur as tek etrit tan, të cilët fjetën pa i parë këto gjëra. Ata thonin se natyra në mënyrë të pandyshueshme ndjek ligjet uniforme, se nuk ka ndryrje të mbinatyrshme, se ka një shpjegim natyral të çdo gjëje, dhe këtu mbështeteshin tek filozofët ateistë të antikitetit. Ata besonin dhe ka njerëz që akoma vazhdojnë të besojnë në ligjet e uniformitarizmit. Këto ligje pohojnë se procesi ekzistues në natyrë ka vepruar gjithnjë në të njëjtën mënyrë dhe në thelb me të njëjtën shpeshtësi si në të tashmen, dhe se këto procese janë të nevojshme për të llogaritur për gjitha ndryshimet që kanë ndodhur. Mu themi se ka një lidhje jetësore midis ligjit të uniformitarizmit dhe teorive të zakonshme të evolucionit. Teoria e zhvillimit rritës i organizmeve të gjalla nga llojet preekzistuese varet në amëndësimin se kushtet kanë qenë shumë uniforme. Nëse kjo tokë është shkatruar nga kataklizmat dhe katastrofat, atëherë preken disa nga hamendësitë e teorisë së evolucionit, pra thënë nga Charles Darwini. Dhe në vargun 5 na thuhet, sepse ata me dashje haruan se nëpërmjet fjalës së Perëndis qiejt vinin në ekzistencë shumë kohë më parë dhe se toka doli nga ujë dhe u sajua nëpërmjet ujit. Tashmë apostulli Petro i referohet zanafillës, pra ditëve të krijimit, dhe dim që toka ishte e mbuluar nga ujë dhe doli nga ujë dhe një pjesë e ujit u ngjit në qiell ku krijoi atmosferën dhe një pjesë tjetër mbeti në tokë. Dhe në vargun 6 na thuhet për shkak të cilin bota atëhershme u mbulua nga uji dhe humbi. Ktu apostulli Petro i referohet katastrofës së kohës së Noës, ku dim që u hapën kataraktet e qiellit dhe humnerat e tokës dhe rashi për 40 ditë dhe gjithë bota u përmbyt, sepse siç ishte në fillim bota ishte e mbuluar me ujë dhe ky ujë që ishte shpërndar në sipërfaqe të tokës, në atmosferë, po dhe nën tokë, e mbuloi përsëri tokën. Dhe kjo është një katastrofë e cila është argumentuar jo vetëm nga Bibla, por edhe në kohët e lashta njerëz të popujve ndryshëm e kanë argumentuar ose më mirë themi e kanë dokumentuar dhe na e ka dhënë këtë katastrofë të kohës së Noës. Dhe në vargun 6 na thuhet për shkak të cilën bota atëhershme mbulua nga uji dhe humbi. Ktu apostulli Petro i referohet kataklizmës së kohës së Noës, pra përmbytjes së tokës nga uji. Ne thamë përpara se një pjesë e ujit shkoi në atmosferë, një pjesë tjetër mbeti në tokë dhe pjesa nën tokë. Po ky ujë prapë u shkarkua mbi tokë dhe e mbuloi gjithë sipërfaqen e tokës sepse rashi për 40 ditë dhe 40 net. Dhe ky fakt nuk është dhënë vetëm në Bibël, por shumë popull pagan të lashtë e kanë të faktuar këtë kataklizëm. Dhe në vargun 7 na thotë, ndërsa qiejt dhe uji i sotshëm janë ruajtur nga e njëjta fjalë për zjarrin të rezervuar për ditën e gjyqit dhe të humbjes së njerëzve të pabesë. Pra, ashtu si gjithçka erdhi në ekzistencë nëpërmjet fjalës Perëndis, bëu dhe ato bën, dhe është kjo fjalë e Perëndis e cila ka ndryrë në historinë e njerëzimit si për të ndihmuar njerëzim, por dhe për ta ndëshkuar, po kjo fjalë ruan të gjithë energjitë e kësaj bote dhe në mënyrë të veçantë zjarrin i cili është rezervuar për ditën e gjyqit dhe të humbjes së njerëzve të pabesë. Pra, na thuhet se Perëndia do ta trondit edhe një herë botën, por jo më me ujë, po me zjarr. Dhe dim që bota në vetvete ka një
energji shumë të madhe të akumuluar. Për shembull, sot në këtë epokë bërthamore, ne kuptojmë se materia ka rezervuar kaq energji sa mund ta shkatërrojë gjithë botën. Ndarja e një bërthame atomike, siç është vërtetuar dhe siç është praktikuar, sjell lëshim të menjëhershëm sasie të madhe energjie, duke shkatruar gjithçka shumë shpejt. Kështu pra, e tërë materia në botë përfaqëson një eksploziv mjaft të fuqishëm dhe kjo ruhet për ditën e fundit, atë ditë që ka përcaktuar Zoti, që do jetë si një ndëshkim për të gjithë mëkatarët që do mbeten mbi faqet të dheut. Dhe në vargun 8 na thuhet, por shumë të dashur, mos harroni këtë gjë, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet dhe 1000 vjet si një ditë. Tashmë Apostull Petro kërkon t'i thotë të krishterëve që ju mos u mashtroni nga këta përqeshës që dita e Zotit po vonon, sepse Zoti nuk e mat kohën siç e masim neve. Zoti është jashtë kohe dhe për neve një ditë e Zotit është si 1000 vjet dhe 1000 vjet tek neve është si një ditë për Zotin. Pra, nuk duhet që t'i llogarisim gjërat me masa dhe matje toksore, por ne duhet ta lëm atë në vullnetin e Perëndis, sepse vërtet dita e Zotit do di, por ajo është dita e Zotit, nuk është thjesht dita që e përcaktojmë ne njerëzit. Dhe vargu 9 thot, Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, si disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por të gjithë vinë në pendim. Tashmë Apostull Petro është duke i kujtuar të krishterëve që ju mos bini këtë mashtrim se Zoti vonon të vijë sepse ka harruar premtimit e tij, sepse Zoti Krisht tha, qielli dhe toka do kalojnë, por fjalët e mia jo. Por Zoti vonon të vijë sepse në thelb Perëndia është dashuri, është mëshirë, është përdëllim, dhe ai nuk e do vdekjen e mëkatarit, po do të mbetet, të kthehet e të jetë gjallë. Prandaj dhe Zoti vonon, sepse siç thot, nuk do që do kush të humbas, por të gjithë të vinë në pendim. Kush është dëshira e Perëndis? Jo të shpëtojnë vetëm disa njerëz, por të gjithë njerëzit të shpëtojnë. Kjo është dëshira e Perëndis. Por fatkeqësisht jo të gjithë njerëzit e pranojnë dhe e përmbushin dëshirën e Perëndis, dhe i rinë kundra Perëndis, sepse njeriu është i lirë për të zgjedhur. Dhe vargu 10 thot, dhe dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën, atë ditë qielli do të shkojnë me krisëm, elementët do të shkrihen nga të nxehtit, dhe vepra dhe toka që janë ato do të digjen krejt. Pra, Apostull Petro është duke thënë se dita e Zotit do vijë si vjedhës natës, pra do të vijë atje ku njerëzit nuk e kuptojnë. Këtë e tha vetë Zoti Krisht. Rini zgjuar dhe një gati se nuk e dini ku vjen i Zoti i shtëpisë. Këtë e tha dhe Apostull Pavli, që atje ku njerëzit do mendojnë se erdhi paqja, aty do vijë rrënimi. Pra, dita e Zotit do vijë atje ku nuk e presin njerëzit. Dhe ajo do vijë patjetër me kataklizma. Dhe gjithçka që ne po shikojmë nuk janë të rastësishme për ata që kanë sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar. Të gjithë janë këmbana që po bien, sepse para se të vijë Zoti, patjetër që natyra do të egërsohet kundër njerëzve mëkatar dhe Zoti do ta lejojë natyrën që ndëshkojë njerëzit që ata të pendohen, të korrigjohen, por në fund e gjithë natyra do t'i lejohet zjarrit, i cili do të shkrijë çdo gjë që është e kësaj bote, qiejt edhe tokën. E në vargu 11 na thot, përderisa gjitha këto gjëra duhet shkatrohen, sidomos duhet të kemi një sjellje të shenjtë të perëndishme. Tashmë Apostull Petro nuk merret më me të pabesët, me heretikët, por i drejtohet krishterëve. Pra, duke pasur këto të vërteta dhe aq më tepër për përfundimin që do ketë vetë toka dhe gjithçka që ajo ka, qytetrimet e saj, pasuritë e saj, veprat e saj etj që njerëzit kaq shumë i respektojnë, kaq shumë i ruajnë, atëherë të krishterët dinë se çfarë do ndodhi dhe nuk duhet të jepen mbas gjërat e kësaj bote mëkatare. Dhe vargu 12 na thuhet, duke pritur dhe shenjtëruar ardhin e ditës së Perëndis, për shkak të cilës qiejt marrin flak dhe do tretën dhe elementet të konsumuar nga nxehtësia do të shkrihen. Tashmë Apostull Petro thotë që të krishterët me lutjen e tyre mund ta shpejtojnë ardhin e Zotit, sepse ardha e Zotit është një gëzim për të krishterët. Ashtu si në një familje fëmijët presin të vinë prindërit e tyre, të vijë ati i tyre i cili ka ditë që është larguar nga shtëpia, kështu edhe ne presim të vijë Zoti Isu Krisht. Prandaj dhe të krishterët e përshëndesin njëri tjetrin në atë kohë Maranatha, do me thënë Zoti po vjen.
Dhe në vargun 13 na thuhet, por ne sipas premtimit të tij presim qiell të ri dhe tokë të re në cilën banon drejtësia. Pra, të krishterët janë të bindur, siç tham, që gjithçka që është në këtë botë do të prishet dhe ata nuk janë dëshpëruar, sepse Perëndia ka fuqi të krijojë qiell të ri dhe tokë të re, ku në këtë qiell të ri dhe tokë të re nuk do banojnë më mëkatarët, por edhe një krijesë konfliktuale siç e kemi sot, që erdhi si pasojë e mëkatit, por në të do të banoj drejtësia. Këtë na i ka zbuluar edhe vetë Zoti Krisht në librin e zbulesës, duke na thënë: "Dhe pash një qiell të ri dhe një det të ri, sepse qielli i parë dhe dheui i parë kishin shkuar dhe deti nuk ishte më. Dhe ja, ai që ri mbi fron tha: Ja, unë i bëj të gjitha gjërat të reja." Dhe më tha: "Shkruaj, sepse këto janë fjalë të vërteta dhe besnike." Dhe vazhdon apostulli Petro dhe thot: "Prandaj shumë të dashur, duke i pritur këto gjëra, përpiquni të jeni përpara tij të papërlyer dhe të papaqërtueshëm në paqe." E vërteta që ka të bëjë me qiell të ri dhe me tokën e re, duhet shtoj dëshirën e të krishterëve për të bërë një jetë të shenjtë, siç i pëlqen Zotit dhe sipas shembullit të Zotit. Nuk është vetëm një vërtetë që duhet ta mbajmë, por edhe duhet që ne të na mbajë. Pra, ardha e Zotit duhet na mbajë përballë ngasjes, provave, tundimeve dhe gjithë sfidave, dhe ne nuk duhet dorëzohemi, sepse ne presim ardhjen e Zotit, që është gëzim për të krishterët, është bekim, është shpërblim për të krishterët dhe është mallkim dhe dënim për mëkatarët. Prandaj thot, duhet të krijojmë një dëshirë brenda nesh për të qenë të papërlyer dhe të paqërtueshëm, që do thotë jemi të pastër moralisht, dhe kjo duhet na bëjë të zgjedhshëm për të qenë në paqe, dhe jo në mosmarrveshje me njëri tjetrin. Dhe vargu 15 thot: "Keni parasysh se durimi i Zotit është në shërbim të shpëtimit, sikurse ju ka shkruar dhe vllai ynë i dashur Pavël, sipas diturisë që ju dha." Tu apostulli Petro përsëri i kthehet asaj që durimi i Zotit është në të mirën tonë, sepse ai vonon gjykimin e tij që të shpëtojë njerëzit. Shumë etër të shenjtë çuditem se si Perëndia nuk vepron duke parë këtë shturje, këtë degenerim, këtë perversion, këtë dhunë, por jo se Perëndia nuk shikon, nuk dëgjon se çfarë bëhet, por Perëndia ndalon, sepse siç e tham dhe më sipër, Perëndia është mëshirë, dashuri dhe do të shpëtojë sa më shumë njerëz që të jetë e mundur. Por edhe durimi i Perëndis ka një kufi, prandaj dhe duhet bëjmë kujdes. Çdo ditë që na jepet është një mundësi e re për veten tonë, familjen tonë, vendin dhe për gjithë njerëzimin. Prandaj dhe ne duhet të shfrytëzojmë ditët, sepse kohët janë të këqija. Ai thotë, sikur e ka shkruar edhe vllai ynë Pavël, shikohet se apostulli Petro njihte autoritetin e apostullit Pavlit, po ashtu dhe të gjithë apostujt, dhe në vargun 16 thotë: "Ashtu bën ai në të gjitha letrat kur flet për këto gjëra. Në to ka disa gjëra të vështira për të kuptuar, të cilat të paditurit dhe të paqëndrueshmit i shtrembrojnë, sikurse bëjmë me shkrimet tjera për humbjen e tyre." Pra, apostulli Petro flisë të njëra gjëra që shkruante dhe fliste apostulli Pavli, sepse të gjithë apostujt, pavarësisht se kishin karaktere të ndryshme, por të gjithë kishin një thirrje, kishin një frymëzim, kishin një mësim. Prandaj edhe apostulli Petro flet për letrat e apostullit Pavlit. Thot, në to ka disa gjëra të vështira për të kuptuar. Ktu nuk do thot se apostulli Pavli shkruante në mënyrë të vështirë për të kuptuar, por flet për gjërat e perëndishme, të cilat janë të vështira për të kuptuar nga mendja njerëzore, aq më tepër nga egoistët, nga të pabesët, nga paganët. Ato i kuptojnë një mendje e përulur dhe një njeri i cili përpiqet të ketë një jetë morale. Prandaj thot, të cilat të paditurit dhe të paqëndrueshmit i shtrembrojnë, dhe këtu flet për paganët, për heretikët, të cilët janë të paditur në paganizmin e tyre, në fetë e tyre, por dhe të paqëndrueshëm në karakter, të cilët i shtrembrojnë, sikurse bëjnë dhe me shkrimet e tjera. Jo vetëm me letrat e apostullit Pavlit, por dhe me shkrimet e apostujve të tjerë, ata thonin gjërat e tyre të gabuara ose herezit, sepse herezit mbështeten në shkrimin e shenjtë, dhe ky është paradoksi. Dhe çfarë bëjnë heretikët? E marrin shkrimin e shenjtë, e perifrazojnë atë sipas interesit të tyre dhe kështu ata ndërtojnë herezit e tyre. Kjo është një keqje e madhe, prandaj dhe ne nuk duhet bien pre këtyre heretikëve, të cilët
trokasin në dyert e shtëpive tona, duke mbajtur edhe një Bibël në dorë, duke na thënë edhe fraza nga Shkrimi i Shenjtë, sepse Shkrimi i Shenjtë nuk mund të interpretohet me perifrazime, sepse edhe djalli e përdori Shkrimin e Shenjtë kur shkoi të tundoi Krishtin, duke përdorur një frazë, duke thënë Krishtit që është thënë në Shkrimin e Shenjtë që po të hidhesh ti, ëngjëjt do të presin këmbët që mos të cakitesh në gur. Por përsëri Zoti Krisht ju përgjigj me kontekstin e Shkrimit të Shenjtë duke thënë është shkruar dhe kjo, mos e provoko Zotin Perëndin tënd. Prandaj duhet kemi kujdes nga këta heretik të cilët përdorin Shkrimin e Shenjtë, siç e përdorin edhe në kohën e apostullit Petrus dhe të apostullit Pavlit. Dhe thot për humbjen e tyre, pra e kemi thënë dhe tjera që heretikët në radhë parë humbin veten e tyre, por humbin edhe të tjerët. Dhe në vargun 17 thot: ju pra shumë të dashur, duke ditur këto gjëra, ruani se mos ligështoni në qendresën tuaj të hequr nga gabimet e të pabesëve. Ktu pra është rreziku tjetër, siç thash më sipër, se heretikët janë mashtrues të mashtruar dhe në qoftë se neve nuk do bëjmë kujdes, ata do të na mashtrojnë. Si thuhet, mos jep të mbyturit dorën, sepse po ja dhe dorën ai të mbyt. Prandaj thotë dhe Etrit, heretiku t'jepi shkopin. Fjala jepi shkopin nuk do thotë ta rrash, por mos ju afro ai sa ai mund të mashtrojë, mos u familiarizo me atë. Dhe duhet bëjmë kujdes, sepse heretikët ka një fuqi shumë të madhe tërese, se kjo vjen nga djalli. Mbrapa një heretikut është një demon ose një tuf demonësh, prandaj duhet bëjmë kujdes me heretikët dhe këshilla që na japin Etrit e Shenjtë është mos keni kontakt me heretikët sa më larg. Dhe duhet ndalojmë këtu se jo të gjithë mund të përballen me heretikët. Këtë mund ta bëjnë barinj, ata që janë caktuar nga kisha të kullosin dele dhe qinjat e Perëndisë dhe t'i ruajnë ato, por këta barinj, pra siç janë apostujt, siç janë peshkopët, janë thirrur nga Zoti që shkojnë si dele midis uqërve dhe me hirin e Zotit kthejnë edhe uqet dele, por këtë nuk mund ta bëjë delja. Delja, pra besimtari, është thirrur të ri brenda vatës së Zotit dhe duhet të ketë kujdes, sepse përsëri apostulli Petro në letrën e tij thotë dhe djalli thotë vjen si një luan i tërbuar që të hajë të glabrojë cili do që ndahet nga kopeja, pra ata të krishterë të papjekur të cilët bien pre e mashtrimeve heretike. Vargu 18 thotë: po rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, atij qof lavdia tani dhe përjet. Amin. Kush ishte qëllimi i apostullit Petros që shkronte këtë letër? Qëllimi i apostullit Petros ishte që t'i mësonte që të rriteshin në diturinë e Perëndisë. Por si vjen dituria e Perëndisë? Në hirin. Pra është hiri i Shpirtit të Shenjtë i cili na bën të mundur ta njohim Jezu Krishtin. Vetë Zoti Krisht tha për Shpirtin e Shenjtë, ai do t'ju mësoj për mua, do t'ju flas për mua se do marr nga e imja. Dhe apostulli Pavli në letrën e tij thotë, vetëm me anë të Shpirtit të Shenjtë ne themi Jezu Krishti është Zot. Pra, duhet kemi hirin e Shpirtit të Shenjtë, të cilën e marrim nëpërmjet besimit, nëpërmjet studimit, por nëpërmjet mistereve të kishës që të na vi ky hir i Shpirtit të Shenjtë, i cili duhet i bëjmë banesë, dhe që t'i bëjmë banesë ne duhet bëjmë një jetë të moratshme. Kush është sekreti për të mësuar misteret e Perëndisë? Të zbatosh porositë e Perëndisë, pra të bësh një jetë të moratshme. Duke bërë një jetë të moratshme, atëre hiri i Shpirtit të Shenjtë bëjmë banesë tek ne, edhe ai na zbulon vizione, mistere të shpëtimtarit dhe Zotit ton Jezu Krisht. Pra, apostulli Petro e mbyll kështu letrën e tij për na treguar se gjithë qëllimi i krishterëve, i diturisë që ata përfitojnë dhe jetës që ata bëjnë është për lavdi të Jezu Krishtit, i cili është i bekuar në jetë të jetëve bashkë me Atin e panisëm dhe me Shpirtin e Shenjtë. Amin. Dëgjuat komentin e letrës së